Në këtë tokë të shenjtruar nga sakrifica në flamurin që ngrit mbi gjakun e dëshmorëve dhe në kazermën që mban emrin e pavdekshëm të komandantit legjendar Adem Jashari, jemi mbledhur sot për një akt nderimi që e te i kalon kohën. Në këtë manifestim madhështor për epopene UÇK-s dhe ditën e kazermës Adem Jashari, ne rikujtojmë çmimin e lirisë dhe betimin që u bë që ne sot të jetojmë të lirë dhe me dignitet. Në këtë tokë që dikur u dridh nga krismat e armëve të lirisë, sot qëndron krenare, kazerma Adem Jashari, një emër që nuk është thjesht emërtim institucioni, por është mbi të gjitha një amanet. Është përkujtim i përjetshëm i një figure që është bërë simbol i përjetësisë kombëtare, komandantit legjendar Adem Jashari dhe i gjithë familjes Jashari. Ata nuk zgjodhen rrugën e lehtë, por zgjodhen sakrificën, përballjen dhe mbi të gjitha përjetësinë. Në Prekaz, komandanti legjendar Adem Jashari dhe familja e tij u shndruan shtëpinë në kështjell rezistence, e gjakun e tyre në vulë të lirisë dhe të pavarësisë sonë. Familja Jashari është altar i lirisë kombëtare dhe krenari e çdo shqiptari.